Bashkëshortja e Armir Shahini ka reaguar në rrjetet sociale me një mesazh të fortë mbështetjeje gjatë rrugëtimit të tij në Big Brother VIP Albania. Ajo thekson se xhelozia nuk ka vend në martesën e tyre dhe se besimi ndaj Armirit është i plotë. Jam me ty në çdo hap, të dua dhe besoj në çdo vendim që merr, shkruan ajo. Ky reagim vjen në mes të diskutimeve për afrimitetin mes Armir dhe Selin, duke i dhënë lojës edhe më shumë vëmendje publike. E ftuar në emisionin Wake Up ishte moderatorja Kiara Tito, e cila këtë sezon është pjesë edhe Big Brother VIP Fan Club. Kiara foli për rolin e saj të ri në edicionin e 5 të Big Brother VIP Albania, si dhe zbuloi detaje nga filmi Loja e fundit, ku luan për krah Luizit. Ajo sqaroi se personazhet Kiara Pipo dhe Louise Bailey nuk lidhen me historinë e tyre reale, por mesazhi i filmit mbetet i ngjashëm. Një tjetër surprizë është përfshirja Heidi Baci, e cila shfaqet si aktore. Filmi pritet të dalë në shkurt, muaj zgjedhur enkas për të sjellë në kinema një histori dashurie me personazhe të njohur për publikun. Një moment gazmor u regjistrua brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova, duke shkaktuar të qeshura mes banorëve dhe publikut. Banorja Alba pësoi një rrëzim të lehtë në lavanteri, pasi u pengua nga disa rroba në dysheme. Fatmirësisht këtë herë nuk pati asnjë lëndim. Alba u ngrit menjëherë dhe vazhdoi aktivitetin normalisht, duke e marrë situatën me sportivitet dhe humor. Ky ishte rrëzimi i tretë i saj në Big Brother VIP Kosova, por ndryshe nga herët e mëparshme, gjithçka kaloi pa shqetësime. Banorët reaguan me të qeshura, duke kthyer momentin në një episod plot energji pozitive.